Përshëndetje, mirë se vini në Suarek. Tani Muça Solar Kompani është e gatshme ti pret studentat të Fakultetit të Inxhinierisë që ata studentat do ta shohin më së afërmi produktin e Muça Solar Kompani që është shumë e nevojshme për studentat. Muça Solar Kompani operon në Kosovë prej vitit 2001, kurse që nga viti 2007 kemi filluar të mirëm edhe me sektorin e energjisë së ripërtishme, ku në atë kohë ka qenë për secilin qytetar të Kosovës diçka e pakapshme, e pabesueshme, ndoshta për dikan edhe pa arritshme. Në vitin 2007 kemi qenë në trajnim në Austri, ku aty përse afërmi e këmë pa se sa me interes është paneli termik edhe sa me interes është paneli fotovoltaik. Qësh në atë kohë, në vitin 2007, unë kur kam qenë në Austri në trajnim e kam pa që Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm për shkak se Kosova i ka 209 ditë me diell ose 1400 kWh për metër katror. Ose në rast se na e përkthejna pak më ndryshe, ne jemi dikon 40% më shumë kemi potencial se Gjermania, Zvicra, Austria, etj. Këtu po i shohim disa panela të ndryshëm, po fillojmë prej këtij panelit, tash është sistemi më i ri që është i prej mes, half cut, në rast se gjatë ditës, po më me shembull këtij panelit i bie hija, momentit kur ky panel i bie hija, në mënyrë automatike ky panel nuk prodhon më energji elektrike për shkak se e ka rrok një pjesë hija. Çka ka bërë teknologjia tashmë së fundmi, e ka nda panelin në mes, ku kanë thonë në rast se unë kam hije vetëm në këtë pjesë këtu, atëherë le të operon pjesa tjetër. Do të thotë, çdo herë është mundu teknologjia e fundit me pas diçka sa më tre, edhe për me pas përfitim sa më shumë prej panelit fotovoltaik. Do thotë, këtu e kemi një panel të rëndomt, pastaj ky panel këtu po e shohim që në rast se studenti është mirë pak më afru, ky panel është xham, e ta është paneli xham është më efikas se sa paneli i rëndomt. Ne e shesmi produktin me kilowatt, se shesmi me copë. Tash, çka kuptu këto? Kur kemi startuar në 2007-2008, po kur kemi startuar në 2010 me panela fotovoltaik, na ka dosh 4 panela për 1 kW. Po e shihni edhe që këto janë disa lloj të panelave, por ky panel këtu ku e kem të prezantu është paneli i fundit, teknologjia e fundit sot në tregun botëror. Këtu e kemi një charger ku i ka dy mundësi, këtu i jep 22 kW edhe këtu i jep 22 kW, që do të thonë dy makina mund më kariku për një herë nga 22 kW. Tash e kena mundësinë me monitoru, me pa se sa kWh na merr makina gjatë karikimit. Tash, këtu po e shohim që është 0 për shkak se makina nuk është e karikuar nuk është fut në prizë për më kariku. Ne çka po bëjmë? Po fillojmë, po marrim edhe po e fusmi makinën në karikim. Tash çka bëjmë? Ne e fusmi këto mrena, presmi disa sekunda, po na tregon që makina tash ka fillu në karikim. Teknologjia na ka mundësu edhe prej distancës, unë me monitoru se si du me e kariku makinën. Gjatë ditës, për shembull, kur ne dim që kemi sistemin gjatë ditës që është më të shtrenjtën, unë hi në automatike dhe kam kod mjaftueshëm, e baj me 10 ampera edhe e karikoj makinën vetëm me 2.2 kW. Kastrioti tash do me prezentu çka ofrojmë ne edhe çka mundim ju si studenta me pa në këtë rimorkë që Muça Solar Kompani ka këtë rimorkë dhe çdo panel ku ne morrmi pjesë, e morrmi rimorkë me veti sepse këtu e shohmi gjendjen faktike, këtu e shohmi ky panel çka po prodhon. Kjo është pajisja, do më thonë inventori, është i prodhim gjerman, Efekta, është i fuqisë 1 kW.
domethënë energjia e panelave, e prodhuar prej panelave vjen deri te inventori. Inventorin e bën shndrimin e energjisë prej DC në AC. Mujna me akumulu në bateri, edhe kjo është kuadri mbrojtës, domethënë i panelave edhe i pjesës të AC-s. Për momentin është në funksion edhe mujna na me e testu se qysh mujna me prodhu energji elektrike në qitë kohë, edhe pse është koha jo me dili të mirë. Vetëm shihet që pjesë tjera janë dhe këto janë produkte që mujna me prezentu, edhe energjia elektrike që vjen prej panelave diellor. Bateriat janë njëjtit brand prej sikur lloji inventorit. Kjo është kuadri mbrojtës i baterive, kuadri mbrojtës i panelave, edhe kuadri mbrojtës i pjesës së AC-s. Domethënë, për çdo pajisje do të me pas mbrojtje të veçantë. Si për pjesë të AC-s, ashtu edhe për pjesë DC-s. Në fshatin Vraniç, në vitin 1957 është ndërtu hidrocentrali i parë, ku në atë kohë ka qenë gjyshi im kryetari i fshatit, ndoshta unë jam pasardhës i gjyshit tim dhe i fshatit tim, që në atë kohë kemi pas hidrocentralin tonë dhe tash Muça Solar Company po mirret me energji të rinovueshme. Arsyeja pse kemi ardhur në Vraniç është që ne projektet e para në vitin 2008 që kemi instalu është ai sistem aty ku është quhet termosinfon sistem, edhe shfrytëzohet për një familje për shembull deri në 5 anëtarë ku ka ujë mjaftueshëm sanitar. Por projekt pse është interesant sepse ai projekt, ai sistem funksionon pa ndihmën e asnjë lloj pompe. Domthonë momentin kur ka rrezatim paneli termik, në hidrolike funksionon, sepse ne e dim që uji ngrohtë rrin sipër, edhe funksionon në hidrolike çakullimi i glikolit që ekziston në bojler dhe në panel, edhe në këtë formë ne muna me pas ngrohet ujë të sanitar të mjaftueshëm për një familje deri në 5 anëtarë, sepse bojleri është 160 litra që po e shohim tash. Sot këtu përfaqësoj kolegjin IBCM dhe jam me studentat e vitit dytë këtu dhe është një privilegj që tash edhe 2 vite Muça Solar i ofron studentëve tonë një përvojë dhe një mundësi që të lidhin teorinë me praktikën. Njohuritë të cilat i marrin në teorinë pranë kolegjit tonë të kenë mundësi në praktikë nga afër, të kenë çështje, të shohin për një instalim të paneleve solare, të shohin mundësinë se si është mundësia e të ardhmës tyne, le të themi, pasi që dim që energjia solare është një ardhme energjisë, një energji premtuese, ta themi ashtu, për xhepin tonë, dhe kjo e bën e fuqizon këtë marrëveshjen që e kemi marrëveshje paraprake me Muça Solar, po edhe është marrëveshje në vazhdimsi. Sot kemi ardhur në kompaninë e Muçaj, e cila na ka treguar shumë për solaret, për gjëra të ndryshme, të cilat qysh me kursisa më shumë energji, për pos energjisë qysh me kursy më shumë në gjendje financiare. Edhe kemi marrë shumë informata të cilat kanë qenë shumë sakta dhe kanë qenë shumë detajume, për cilat besoj që kanë na ndihmu aq më pak si në vitin e fundit që jam në IBCM të studimeve, më kanë ndihmu shumë që me mujt me gjithë diçka për timen e diplomës, që është me avancu në këtë drejtim. Ashtu siç e pat edhe jo, ne patëm studentat nga Mitrovica të kolegjit IBCM, ku ata studenta e panë përse afërmi se çka ofron Muça Solar Company. Ne ju treguam që ne instalojmë sistem fotovoltaik, instalojmë sistem termik, instalojmë pompa termike, chargjera të ndryshme për makina, domethënë chargjera chargjera që janë fast charger dhe chargjera normal që janë 11 dhe 22 kW. Dhe në fund shkum në shtëpinë tonë ku ne i pom aty se çka kemi të instaluar. Kemi të instaluar panelin
fotovoltaik, panelin termik, pompën termike, e kemi shtëpinë kemi të izoluar jashtëzakonisht mirë që gjitha kjo energji të ruhet dhe të quhet shtëpi ku është edhe eficiente. Por aty çka pam diçka tjetër, pam që gjatë kësaj vizite ne pam që makina që karikohet mund të karikohet fal panela fotovoltaik dhe ne e pam më përse afërme se si mundet makina me u kariku sot nga panelat fotovoltaik. Dhe kjo më në fund fare ne u dakurduam dhe bën një marrëveshje shtesë ku studentat e këtij universiteti kanë mundësi me kry praktikën pranë Muça Cellular Company. Ne jemi këta, ne po mundohemi që të ofrojmë çdo qytetarit, qoftë studentit, qoftë nxënësave që edhe ata po bëjnë praktikën e ne mi ofru ato që ne dim dhe ato që ne dim do ta plasojmë te populli jon në Kosovë.